arsyeja që shpjegon të gjitha ato thyrjet e protokolleve, të gjitha ato veprimet simbolike që bënte Papa. Për shembull, fakti që shpeshherë shkonte pagunte ato shpenzimet e merrte medikamente në farmaci, fakti që nuk i pëlqente shumë ky shoqërimi si kreu i shtetit të Vatikanit, por më tepër se sa një si person si Papa Francesco, si Bergoglio, nëse mund të themi kështu, dëshironte pikërisht që të përçonte këtë mesazh në fund të ditës, përtej shkërbimeve që kryjmë, përtej pushteteve që mund të na jenë besu, përtej detyrave që zhvillojmë në një jetë sociale apo familjare, në fund të ditës jemi njerëz dhe nuk kemi asgjë më shumë e as më pak se sa pjesa më e madhe e botës që banohen nga qenjet të ngjashme me ne, dhe në thelb të një mirë funksionimi të jetës tonë, të një shijimi të jetë dhe të një mirë funksionimi të shoqërisë, duhet të qëndrojë normaliteti i të kanonit njeri. Papa këtë si duket sot ishte volosja e tij përfundimtare që ja arriti në mënyrën më të madhe. Edhe diçka të fundit dëshiroj të shtoj logjika e Papës ishte një logjik tipike e franciskane, do të thotë e këtij urdhri që ai zgjodhet kishte emrin e Shën Franceskut. Sipas tij, mënyra më e mirë që një njeri të bëhet i madh është të jetë i vogël.